Ndërsa tanët po peshonin e partonin këtë plan shpëtimtare, fuqitë mbretërore kishin filluar të vinin përdit dhe të mbushnin gjithë vendin rreth e qark me luftëtar. Sultani, bashkë me gjithë ata bujarët dhe me forcën kryesore të burrave, i pasoi forcat e paradërguara, pikërisht më të dalë të prillit. Ndërmjet ardhjes së forcave pararendëse dhe të Otomanit kaluan 20 ditë pa pak. Por kjo nuk duhet të çuditë dëkëm, sepse për shkak të ngarkesave të ndryshme të ushtrisë dhe të stermeve ushtarake, por edhe për e atij të prijesit, i cili ishte plakur tani më, ata mezi bënin nga 5 milje për çdo ditë. Turqit, pasi hapën radhët e ushtrisë dhe rrethuan qytetin në formë kurore, e mbushën me çadra gjithë vendin dhe fushat që shtrishin rreth mureve. Shumë zonë vend më tepër se 50 stade larg ledheve, gjërsa një mizëri si ajo s'mund të vendosej ndryshe. Kjo pamje do të mund të ndriste shpirtin cili do kapetani apo ushtari, edhe atij mëtrimit, dhe kujdo do t'ia merrte mend një të merr. Me gjithë këtë, ata të qytetit, me guxim e shpirt njerëzor, nuk luajtën as pak nga vendosmëria më pashme përpara asaj pamje meronjëse dhe pompeze, por morën që ande një qëndrueshmëri edhe më të madhe, lidhur me këmbënguljen dhe besimin e tyre për të mbrojtur nderin dhe lirinë, ashtu siç e patën në mend që më parë. Duke matur madhështinë e ravdisë së vet dhe duke peshuar bukurinë e triumfitarshëm dhe vetë rrezikun e pazakon. Prandaj ushtarët, me gëzim të madh në zemër dhe me sedrën që hanin njëri me tjetrin, derdhën nëpër muret pa ia kursyer kështu ndihmën njëri tjetrit, për gjithçka duhej gaditur e nxjerrë në krye, për luftën dhe me zjarret që ndeznin për gjithë atë natë, dhe britmat dhe këngët e ndryshme tregonin armikut për buzën e vet. Gjithashtu, edhe qytetet e tjera të Epirit dhe kështjellat e vendit shumë pak ja patën frikën Otomanit, për të cilin nuk mendonin tani, qoftë kur e dëgjonin, qoftë edhe kur e pan se vinte në aqna me maq fuqi si dikur, kundër arbërve, që të njerëzit dishmoshuar tani me mjerimin dhe vetë të rrezikuar vazhdueshëm, i kish bërë përbuzur të rreziqeve. 4 ditë agjoi armiku me zhvendosjen sa andej këndej dhe me përshtatjen e kampit. Pastaj, pasi rregulloi, vrapuan të gjithë pranë tendës së sultanit, duke i kërkuar që t'u jepte mundësi për të përleshur. Ai s'u lëshoi as pak atë ditë pe, por i mbajti me urdhër të prerë brenda forcomave, sepse edhe mosveprimi i pazakontit Skënderbeut ja shtonte jashtë mase hallin plakut, se mos mjeshti i rrahur gatuante gjatë asaj kohe ndonjë gjë të atashme. Të nesërmen, në mëngjes, dërgoi për tek vrana konti 2 lajmëtar me këto porosi. Po do donte t'i dorëzonte qytetin, do t'i jepte mundësi të largohej lire, bashkë me rojen dhe me gjithë sëndet, përveç kësaj, jepte 200.000 aspra dhe po të dëshironte një vend të shënuar ndërmjet korporatave të vet, edhe kutranëve të tjerë, me qëllim që të mos u zinte rënd sundimi i tij. Ai ju jepte gjithashtu zotime pa kursim për gjithçka kish lidhje me lirinë e tyre të mëpashme dhe për të mirat e tjera, edhe më të mëdha. Me këto porosi, burrat morën rrugët drejt për tek porta, e cila është e vetmja në ato qytet për shkak se rreth e qarkanëve të tjera. Të tij ndodhi një mal tik dhe i pafrueshëm. I thirrur nga rojet, komandanti erdhi tek porta në fjalë, bashkë me një varg të shënuar shoqëronjësisht. Dhe sigurisht, mbretërorëve që kërkonin të bashkëbisedonin me to, nuk u dha leje të futeshin brenda në kështjell, por pasi porositi që të vinin më afër, me qëllim që të mund të dëgjonin, kështu më mirë njëri tjetër, u kërkoi të thonin se ç'donin. Por që në fillim të bashkëfjalimit, sapo i dëgjuan, u detyruan të largoheshin pa mbaruar punë, sepse fjala plot zjarr lirie që dilte prej zemrës fisnike të vrana kontit, u ndorprej nga të thirrat e luftëtarëve, të cilët bërtitën një gojë nga të 4 anët. Me hekur, jo me fjalë, i duhet përgjigjur armikut dhe epshi ushtarak si zakonisht. Nuk u përmbajt dot as nga pishkëllimat, as nga disa të shara. Kur ja rrëfyen këto Otomanit, me këtë thyerje të re, ja ndezën edhe më tepër zemërimin e dikushëm. Prandaj ai u hoqi dorë nga kjo shpresë dhe u përvesh rregullisht punës së rrethimit. Para së gjithash urdhëroi që të shkrija ai metali i papërpunuar dhe të derdheshin prej tij makinat.
Kjo punë shkoi gjatë më se 15 ditë. U derdhën 10 me mallësi pakës të ndryshme, 4 me mallësi të barabartë. Këto hidhnin gur me një peshë prej më se 600 librash, kurse të tjerët prej 200. 4 nga këto, bashkë me 2 nga më të mëdhenj, u vendosën atje nga komuret vështrojnë Tiranën në drejtim të lindjes. Të tjerët atje ku është vendi i portës përkundrejt qytetit, sepse vetëm nga këto anë ishte një farë shpresje për të shtënë qytetin në dorë. Me rënimin e mureve, në qenë se këto ishin më të afrueshme dhe forcomat të ndërtuara me punë të njeriut dhe të bëra me dorë të tij, dukeshin sheshit. Këto forcoma, edhe pse ishin shumë të forta, nuk dyshoja as pak se me ata fuqi të përdredhoreve mund të sheshoheshin për tokë. Forcomat e tjera të qytetit janë të mbrojtura me një mënyrë aq të shënuar të natyrës, të rrethuara nga të katër anët prej malit, saqë mund ta mposhtin më së miri, pa ndonjë mjeshtri, nga ana e njerëzve, për nguljen e armikut, sado i madh që të jetë. Kështu atje, duket vetëm një kuror, si kulmuresh, e vendosur më fort për ta zbukuruar, sesa për ta forcuar vendin. Pasi u gaditën këto përdredhore dhe u bën biçere me rrota, me qëllim që të quheshin më lehtë në çdo vend, për puna, më tej përpara se të hidhnin në shtrit rreth mureve e të përleshishin përsafor mbi ata të qytetit. Kur qëndrua për 4 ditë më radh, afër mbi ata të qytetit, rrezimin e mureve nga ato të dy anët, nga të cilat qyteti u bë një goditje shumë e fortë dhe forcomat u hodhën keq asnjëherë. Duke rrafshuar pothuajse gjysmë e mureve. Pjesët e tjera u tronditën aq fort, saqë dukej qartë se me shtytjen më të vogël kishin për të rrëzuar.